di. Pra, ndërvendu në që të ndryshë, se ne bëm. Unë merrem me teknikën përgjithsisht, me asistencën teknike gjatë garës, po kësaj radhe kam marrë pjesë edhe si garues. Ti bëni të dy. Mundohem ndihmoj edhe shokët që kanë nevojë për një asistencë normalisht mbas garës, sepse në garë që ke vështirë me bërë asistencë. Po për ju si është më e vështirë, ti je teknik apo garues? Më e vështirë është ti je dhe garues dhe teknik, të dyja bashkë. Të dy ato që po bëjmë. Kurse kur i bën tek e tek është shumë e thjeshtë situata, ke mund të ta menaxhosh. Një tjetës besë. Ky edicioni i tretë i mountain bike. Tashi, që ta filloj mountain bike-u është një disiplinë disi e re, sepse edhe bicikleta elektrike ka pak 5-6 vjet. Tashi po sheh masivizim bicikleta elektrike që po shtohen gjithmonë më shumë. Për këtë arsye ne si federat e motociklizmit, sepse mountain bike-u futet tek motociklizmi tashi. Kemi filluar eventet me mountain bike, është në hapat e para. Themi drejt në hapat e para, prandaj dhe pjesëmarrja nuk është aq e madhe sa kur kemi motociklizëm ose kur janë me bicikleta jo elektrike. Megjithatë, ka shumë interes dhe për këtë arsye ne këtë vit si federat vendosim që Kupën e Republikës, që bëhet çdo vit, dhe ne çdo vit zgjedhim nga një disiplinë. Këtë vit zgjodhëm disiplinën e mountain bike për Kupën e Republikës, që zhvillohet çdo fund viti, për të filluar promovimin e këtij sporti, i cili është, me thënë drejtën, një hibrid që është shumë i bukur. Pra, është bicikletë, është sport, ka nevojë për fizik, nuk ka këto historitë e ndotjeve e zhurmave. Dhe nga ana tjetër, i lejon edhe mosha më të shtyra. Nuk ka limit moshe, po deri çfarë moshe? Nuk ka si limit moshe, por bicikleta elektrike të lejon edhe me stërvitje jo shumë të rëndë të arrit. Disa të që merrin pjesë në të garë. Ky është viti i tretë që kur kanë filluar këto garat. Unë kam qenë pjesë herën e parë që kam marrë pjesë në këto gara. Kjo është i garë tipin mountain bike, domethënë mountain bike me bateri. Terreni është pak a shumë enduro, është nëpër kodra, nëpër